Megjithatë, mendoj që ai që është kriminaliteti që ka bërë vrasje prap ka të drejtën për to. Shprehur për të sqaruar pozitën e tij. Në Shqipëri kjo e drejtë nuk ekziston, po ta them unë vetë, kam parë ato ditë nga njerëz që hiqin si profesionistë, nuk po i kërkoja mos shkruaj mos fol. Por më pyete mua. Përveç Iliana Golli, Zërit Amerikës, pra Zëri Amerikës, që është media shtetërore, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, paradorisë botës. Merr dhe të pyet, cili është reagimi juaj? Doli gazetar, thjesht votoi gjërat më elementare që ka dhënë profesioni jon, do t'i japësh zënë dhe atij tjetër. Pra, imagjinoni kur vihet një qytetar në shinjesër, ç'a i bëhet. Pra unë kam ndër një javë, prita vetëm ta nxirrin të gjithë vrerin, deri ku do shkonin. Deri ku mund të më çonin. Dhe edhe këtu do ta mbyll. Gjëja që unë kam bërë, është gjëja që unë kam besuar. Unë kam besuar te ky vend, që ky vend i ka aftësitë të bëhet, të vihet në një rang me vendet e tjera. Kam besuar te ky vend sepse kam rritur fëmijët e mi këtu, nuk i kam lënë tikin. Dhe po sot kam një gjë që jam pishman është kjo, që ma kujton gjithmonë. Se duke i mbajtur këtu i kam lënë të varfër. Mos se mund t'iknin jashtë. Mund të kishin bërë 5 para më shumë, siç i mbajtën këtu, sepse duhet i kisha parasysh se kur kujtoja ç'a vuanin prindërit e mi kur unë isha migrant. 18 muaj s'kishin asnjë sinjal nga unë. S'merresh as telefon. Vetëm kohë vinte në një kushëri, thoshte thojni që është mirë, është gjallë filan vet. Dhe këtë mendoja edhe për vete. Pra, unë në momentin që rris fëmijët e mi te ky vend, kam gjithmonë parasysh moton e narkotrafikantëve. Fëmijët tuaj janë ardhmë jonë. Dhe jam përpjekur që fëmijët e mi mos jenë ardhmë atyre. Edhe pse unë sot jam vënë në akuz, sikur jam, domethënë që jam përgjegjësi dhe jam krau tyre, dhe nuk jam një krau tjetër. Megjithatë, edhe kjo është një betejë që duhet kaluar. Si gjithë betejët e tjera, lufta është tjetër gjë. Thash, unë kam menduar deri në 35 vjeç, kam kaluar çdo parashikim tim, se kam menduar që do jem kaq gjatë në treg. Kam qenë vetëm. Edhe kjo më ka ndihmuar, domethënë kam harxuar dy fishin e kohës për të dalë në maj, por nuk i detyrohem askujt. Është thjesht betejë e radhës. Po është fakt, mund të humbësh betejë gjatë rrugës, mund të fitosh disa e kam humbur, disa kam fituar, por gjithmonë nuk kam humbur qëllimin. Qëllimi është të fitoj luftën. Dhe lufta është, kjo është sapo thash, në këtë vend që rris fëmijët e mi, ky vend të jetë një ditë më i mirë, se çka qenë apo se ç'është, dhe të jetë një vend ku ne mos flasim më për çunat të Dubait, çunat të Londrës, çunat e Ekuadorit, çunat e Kolumbisë. Por ato janë realiteti i dhimbshëm që ne flasim. Nuk flasim nga qefi, nuk kam ai qef dalë. Më them që nëse më shihni mua në ekran, nuk është situata mirë. Sa më pak të dalu në ekran, aq më qetë shkon vendi. Sa më shpesh dalim ne, mos kujto se na nxjerrin për kështu burrat mirë aty, po na nxjerrin se u duhemi për këtë gjë se s'po shifte më njëri politikën. U lexua, u zgjidh politika dhe po merreshim me këtë gjë tjetër. Pra mbaruan zgjedhjet. Doli rezultati, e siguroi bukën për 4 vjet. Yqymeti, tani do merrem me cirkun. Dhe cirkut i do lexosh për ditë në këto historitë, që në Dubai, gocat e showbizit, e gjitha, ti do i kapi makinën, ati do t'i sekuestrojmë këtë do të bëjmë. Jo, nuk luftohet kështu. Kështu mund të fitosh në një betejë rrugës i luftën. Ne duhet luftojmë, ne duhet kemi një strategji që të fitojmë luftën, jo të fitojmë beteja. Betejat janë kalimtare.